Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim speckat të mbushura. Përbërësit janë majdanoz, oriz, domate, qep, udhra, mish të grirë, specka, piper të kuq, piper të zi, rigon, salcë, vaj ullivi dhe krip. Të përgatisim. Kemi grirë qepën dhe udhrat, i kemi edhe në një tas, tani po grim majdanozin. Kemi grirë domate. Kemi edhe domate, edhe mishin e grirë. Gjan oriz. Edhe vaj ulliri. Edhe piperin e kuq. Edhe piper të zi. Dy luk salcë. Edhe kripën. Fillojmë të përzim. Si kemi përzirë, fillojmë të mbushim speckat. Kemi marrë një tenxhere dhe të t'i rëndisim me radhë. Nuk mbushem plot, i lë kaq hapësirë dhe i vëmë një copës domate sipër. Në një tas kemi edhe një majlugë krip, 2 lugë me salcë, ujë të nxehtë të valuar, hedhim vaj ulliri dhe ja hedhim speckave brenda. Dhe tani i vëmë për të zirë. I mbulojmë me kapak. Dhe tani i heqim nga zjarri. Dhe i rëndisim në pjatë, një nga një. Pasi kemi renditur në pjatë, kemi marrë një në një pjatë dhe po e hapëm, ta shikoni. Kjo është mënyra më e shpejtë për të bërë speckat e mbushura. Nëse ju pëlqeu, më bëni like, subscribe, shihemi në videot e radhës. Faleminderit.